Mirëmbrëma, jemi si çdo të mërkurë në Fjalë Kryq, ku sot do të flasim për shërbimin diplomatik të Kosovës dhe përfaqësimin e Kosovës jashtë. Siç dihet, Prishtina zyrtare pritet të rinovojë disa prej ambasadorëve saj, përfshi këtu dhe 2 kryeqendrat kryesore të vendimarrjes në botë, Washingtonin dhe Brukselin. Por gjithashtu do të ketë edhe lëvizje tjera pranë një pjesë të madhe, afro të paktën 7-8 ambasadorë pritet të ndryshojnë. Por a janë këto emërimet e reja një shenjë që qeveria e Kosovës po përpiqet, si të thuash, të ndryshoj diçka në përfaqësimin e saj diplomatik? A synon ajo që të ketë një përfaqësim më të mirë jashtë, apo dhe këto ndryshime janë në vazhdën e politikës që është ndjekur deri tani? Si ka qenë shërbimi relativisht i ri i Kosovës, pra shërbimi diplomatik që daton prej pak vitesh, si ka qenë deri tani pra ky shërbim dhe çfarë duhet të ndryshojë? Për këtë temë do të flasim sot me të ftuarit tanë në krahun tim të madh, për fillim me zëvendësministrin e jashtëm, zotin Ibrahim Gashi. Zotin Ibrahim, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Me Arber Zaimin, lëvizjet vendose, koordinator për komitetet. Arber, mirë se keni ardhur, mirëmbrëma. Shulzem Maliqin, publicist. Shulzem, mirëmbrëma, dhe zotin Shulzem Fahiu, publicist. Në shvëndim, mirë se keni ardhur për parë Fjalë Kryq. Shpresoj të kenë dhe tjera. I paraqet aty ose i përfaqëson disa parime që janë të shtetit të Kosovës. Dhe shvëndim, si shef të ndryshime dhe përpjekje për ndryshuar shërbimin diplomatik, ka shanse që ky shërbim, ky përfaqësim i Kosovës të shkojë drejt përmirësimit? Desha ti përgjigjem se pyetjen, po më lejo që të bëj një hyrje. Po, patjetër. Për të marrë një krahasim mes diplomacisë kosovare dhe diplomacisë së shtetit shqiptar në lindjen e tij. Jo diplomacisë shqiptare aktuale, po atëherë kur lindi Shqipëria si shtet, mendoj se janë dy situata krejt të kundërta, sepse në kohën kur lindi Shqipëria si shtet, ajo shikonte një diplomaci perandorake. Diplomatët të shkolluar gjithë në diplomatët të shqiptarë të kohës si Sulejman Delvina, Mehmet Konica, Faj Konica, Medi Frashri, Prenk Pasha, Turhan Pasha, domethënë të gjithë ishin diplomat perandorak. S'po përmend të gjithë emrat, po mendoj por këta i kishin qenë diplomat perandorisë osmane. Ti je një diplomat i perandorisë është shumë më madh se sa ti je një diplomat i një shteti të vogël si çfarë ishte Shqipëria. Dhe në qoftë se Shqipëria ekziston si shtat së kësaj dite, është pikërisht merite këtyre diplomatëve të cilët në një gjendje faktike në terren, në një rilindje, me një zgjem kombëtar të vënuar, në një etshmëri grabice të shteteve fqinje për të coptuar këtë vend, mendoj që kryesisht këtyre diplomatëve ju dedikohet ekzistenca e shtetit shqiptar. Ndoshta nuk është tepër për shikuesit më përmend vetëm rastin kur pas luftës së parë botërore, kur Shqipëria rrezikonte të zhbëhej, mbasi që u lind si shtet atëherë ishte natyrshme sepse atë kishte krijuar si shtet Austro-Hungaria dhe për të shpjeguar ndoshta situatën se çfarë ndodhi Shqipëria, ishte sikur sot të ndodhë një luftë botërore dhe Amerika ta humb luftën. Amerika që ka kriju shtetin e Kosovës, tjetë humbse në këtë luftë dhe mund ta imagjinojnë situatën në çfarë do të ndodhej Kosova dhe në një situatë të tillë ndodhet Shqipëria pas luftës së dytë botërore, por ishin diplomatë ata aftësia e diplomatëve shqiptarë që mbrojtja arriti të ruajë të paktën kufit e vitit 1913. Duhet një detaj i cili është shumë i rëndësishëm në kohën ajo çfarë e bëri natyrisht që të mbetër Shqipëria si shtet ishte lufta e Vlorës kur u përzënë italianët nga Vlora dhe një detaj që takon merit Sulejman Delvinës, natyrisht se përmend edhe Medi Frashri, kur kongresit shqiptar, ata të cilët përpiqen ishin të gatshëm u dërzu, sepse ishin domethënë donin të bëre dhe i than kryeministit se ne po dërzohemi. Në ndërkohë, një delegacion domethënë italianëve vjen në bisedë me kryeministin Sulejman Delvina dhe ai kryeministi me qenë se ishte diplomat i fortë merr vesh që italianët po donin më dorëzu. Kështu që pak para se më dorëzu shqiptarët fakt dorëzohen italianët fal edhe kjo ishte gjetoria e një diplomatit të fortë siç ishte kryeministi atëhershëm Sulejman Delvina dhe që Shqipëria mbeti si shtet. Tash të kthehemi domethënë në këto. Këto nga emrat që shoh dhe nga lëvizjet në vendet domethënë ku po bëhen të ndryshime, po shoh që po hiqen njerëz të LDK-s, domethënë ata që kanë
sepse në mandatin e kaluar në një mënyrë ka qenë një marrëveshje LDK politike. Po, LDK PDK, të cilët i ndonë ato ambasadat që kishen një numër, unë po marrë këtë ambasadë, ti marrë këtë ambasadë, dhe kjo ishte një marrëveshje në mes të ish presidentit Sejdiu dhe kryeministit Thaçi, dhe tu një numër, natyrisht një numër i këtyre diplomatëve kanë pasur një përvojë, jo përvojën e atyre diplomatëve që thash, por si të qoftë janë endur me presidentin Rugova, që ka qenë për shembull Avnis Paiu në Washington, ose Hilmi Zigani që të është në Çeki, e tjera. Po, tani, ne në fakt është shumë e vështirë për të matë efikasitetin e diplomacisë kosovare, sepse nuk kemi ndonjë rast, do të thonë që dikush është quajtur si një diplomat i fortë. Ne kemi pas rastin të dëgjojmë po mendoj për ndonjë gaf aty këtu të ambasadorëve, dhe ato kryesisht nuk janë bërë publike në shtyp, por nuk kemi pas rast me thonë se ja ku një ambasador tregoi një zotësi të caktuar. Kam pasur rastin që disa herë të shkoj me zyrtar të Kosovës në vendin ku ishin prezent ambasadorët dhe ku krynin punën, e kam parë që ata fare pak janë të, nuk po përmend emra tash, po fare pak ishin të kyçur në politikën e vendit ku bëjnë. Madje kur i bëjnë to zakonisht festat kombëtare, kur pritjet më shumë ta që mund t'ju shkojnë në pritje janë njerëz, domethënë ambasador nga rajoni, nga Shqipëria, nga Maqedonia, eventualisht, ose ndonjë zyrtar tepër i ulët i shtetit mikpritës. Kjo nuk tregon ndonjë performancë të mirë të tyre, sepse tregon që ata do flasim për shërbimin si ka qenë më vonë. Nuk kyçur thellë në jetën politike të vendit. Isha te kjo pjesë, domethënë që si e shikon se thua mendoj që këto tani është një koalicion tjetër qeverisës dhe njerëzit, domethënë po hiqin njerëzit e LDK-s që nuk është më në pushtet. Zoti Gashi pati disa dyshime për të lënë të reja diplomatike. Dhe ne nuk do thotë që dikën nga këta nuk do ta bartim që të ndërtojnë një mision nga e para, për të shfrytzuar eksperiencën që e kanë, sepse tek e fundit këta që shkojnë mund të kenë më pak eksperiencë, dakordohem me... Kemi edhe Shpendin që është, Shpend Kallaba që është me eksperiencë, përse po më dhe për kushtet tona kosovare, është një njëri që... Mirë, unë s'po paragjykoj emra, po them që do thotë ne këta të rritë mund t'i quajmë në një mision që tashmë është i konsoliduar. Se nuk duhet domethënë në atë arsutimin se jemi diplomaci e re, s'kemi diplomat me përvojë tjera, me shumë e bëhe, po mendoj gjithçka, me qitë edhe njerin që s'ka asnjë ditë përvojë në politikë ose në diplomaci, me bo ambasador me njëherë. Ky kërcim është tepër i madh për njëherë. Është bën një kërcim për punën presidentes, pe domethënë zyrtar të lartë policisë president, është ka kërcim shumë i madh, që nuk e përballon dot një politikan, një njerëz që po mendoj nga jeta civile me dalë në politikë në një detyrë shumë të lartë. Dhe kjo është edhe po kështu vlen edhe për punën e ambasadorit. Unë kuptoj që një ish ministër ose ish zëvendësministër duke mos pasur përvojë diplomatike të mëparshme, mund të emërohet ambasador, sepse ka një përvojë politike, nëse s'ka një përvojë si diplomat. Ka diçka ku nëse mundëm veç diçka. Po jo një dikush që jetën e përjashton, sepse jetën e vet do marrë fare me suksesshëm. Pikërisht, ligje për me çfarë do ta matësh ti suksesin aty kur ne duhet të fillojmë të mendojmë atë që kur t'i emërojmë ose kur t'i zgjedhim njerëz në pozita politike ose në hierarkinë shtetërore, të mendojmë, të them ky njeri ka kryer këtë me sukses, cila ka qenë performanca e tij, t'ia servojmë atë publikut. Po ne po flasim për njerëz për shkak të cilën publiku i gjerë nuk i njeh. Një shumicë njerëzish një pjesë e madhe e emrave njihen, do thuaj se të gjithë njihen. Jo bashkë gjithë, unë për veti nuk i njoh të gjithë. Tash është normale që ne këtu të njohim pak, po publiku i gjerë është një ka pasi background, do thosha lavdrushëm fush aty. Unë s'pare nuk i njeh të gjithë, po mendoj i njeh shumicën, por kjo nuk do të thonë që s'kan merita nëse mirë, po njerëzit të cilët kyçen në pozicione, domethënë sepse diplomacia duhet të jetë një armë e fortë
nuk mund të pretendojmë të kemi një ushtri të fortë, se nuk mund të pretendojmë të prodhojmë avion supersonik e të bëjmë, por diplomacinë mund të prodhojmë. Edhe një gjë, shqiptarët janë diplomatë të lindur, talentin diplomatik, shqiptarët kanë problem me vizionin, kanë problem me po mundoj me një titrisë pretenciozo. Me talent. Shqiptarët janë se vetë jeta domethënë shoqërore në Kosovë, në Shqipëri i bën që nga lindja ata të janë diplomat. Jeta fisnore ku secili fis u kon shtet në vete, ku secila shtëpi ka qenë një mënyrë. Ajo në nënvetdije shqiptarët i bën diplomat. Jam dakord me të që po thonë, pa dashur ta bëjmë replik bashkë, po. Dhe këta diplomat, paktën më thashë, nisëm nga përvoja e Shqipërisë, domethënë po flasim për diplomatët shqiptarë përgjithësi, që janë quar me këtë background që thoni ju, pa që kanë pas diçka politik, që kanë qenë dikush, kur ka ardhur puna, kur kanë vajtë atje kanë pas tjera probleme, kanë pas probleme reprezentimi, kanë pas probleme digniteti. Ne kemi ambasadorë që kanë frikë të paguajnë një kafe sepse aq që kanë buxhetin, cilët ruajnë 10 euro për benzinë, edhe kjo gjë si thoshte ul reprezentimin në një farë mënyrë. Shumë e qartë. Që ndoshta unë nuk po them që domosdoshmë një ministër ose një ish ministër mund të mund të jetë diplomat i suksesshëm. Kjo nuk është të thënë fare, sepse varet talenti për ministër duhet me qenë menaxher, kurse diplomati duhet me pas talentin ose përvojën për diplomaci. Kështu që janë dy gjëra të ndryshme, por ndryshë është të kërcesh, domethënë nga pozita një ministrit, të shkosh ambasador, ndryshë të bësh nga një pozitë ku me di se çfarë, nga biznesi ose nga një fushë, nga arti e letërsia, ku një artikull që ke pas gazetë për me shkruar për. Nëse mundem ja dhoni përgjigje se duhet të shkon ambasador në vendin ku nuk ka qenë të paktën ai ndoshta mund të treguohet më vonë, po derisa ai të mësohet. Me Nezhin jemi moti dhe nuk keq kuptohemi, kam shumë besim që nuk keq kuptohemi, por do ta kuptoni një diçka që diplomacia moderne, diplomacia bashkëkohore dallon shumë nga diplomacia. Po e dëgjojmë çdo ditë. Po vetëm mund të jetë edhe varianti unë pajtonas, mund të vë ajo. Po është një farë kthese, një farë rotullimi i politikës ndërkombëtare që deri tash s'e kemi pas. Nëse ne i themi se ju s'do të dialogojmë me Serbinë, atëherë ne i kryjmë punë Serbisë, sepse atëherë Bashkimi Evropian nuk ja qet të kur Serbisë. Te ka thonë hapur ambasadori gjerman në Kosovë, në një tubim që kishëm për raportin e progresit. Prishtina thotë jo. Nëse Prishtina thotë jo, atëherë Serbia nuk do ta ketë sikush dialogimin. Dhe ne një çështje dua të them, ne si kombi vogël nuk kemi atë luksin që të themi nuk bisedojmë. Amerika thotë nuk bisedojmë, se ka fuqinë edhe kur bisedon i ka punë të rëzi. Tash ne po themi që Amerikën e kemi partnere strategjike. Ne të sjellim, ne po themi që Amerikën e kemi partnere strategjike. Po mirë, po Amerika se kanë edhe shtete të fuqishme, edhe Irani mund të thotë s'do të dialogoj sepse ka fuqi me mbrojtjet atë. Po ne nuk jemi në pozicionin, duke qenë shteti më i vogël, më i varfër i Evropës, nuk jemi në pozicionin që të vendosim kushte të tilla. Kjo është një pikë ku unë dalloj me konceptin e vetëvendosjes, sepse mendoj që këtu është pika ku çalon qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje. Veç për ta kryer sepse desha me ta thonë gashi qëndrimin për këtë pjesë. Mirë, mund të vazhdosh me veç për ta kryer sepse nuk po mirë, atëherë sa i përket BE-s të bisedimit. E para, unë nuk mendoj që 5 që mund të bëhet 6 në asnjë rrethon, sepse mirë, mendimet, por nga ajo që sot shihet në horizont në propozim më i hershëm, unë kam pasur një shkrim për këtë dhe një absolutisht ide kjo qarkullon prej kohës. Kosova nuk po mendoj jo vetëm për Kosovën, por edhe për Shqipërinë, edhe për Maqedoninë. Ne do të duhej vetëm një moment, se mas poku folëm. Mund të thash ne do duhet edhe në shërbim të mësimit të diplomatëve të krijimit të përvojës së tyre, do të ishte mirë që krijojmë ambasada të përbashkëta me Shqipërinë, me Maqedoninë, me Malinezi. Në Bern janë 3 ambasadorë shqiptarë. Ambasadori i Shqipërisë, ambasadori i Kosovës, ambasadori i Maqedonisë. Kjo gjë e mirë. Po,
Mirë, po më po problemi është... S'kemi mundësia, ma ne mund të koordinojmë. S'kemi mundësi, po. Ne mund të forconim këtë duke bërë ambasadat të përbashkëta, edhe të jo vetëm me Shqipërinë. Varet prej shtetit. Kemi lëvizje. Ministra është e rastishme për të tri vendet. Po mirë. Varet si janë dhe mundësitë. Do të ishte mirë, domethënë që edhe në funksion të racionalizimit të parave. Unë mendoj që mirë është mi pas në çdo shtet botës 193 ambasada mi pas Kosova. Po mendoj që buxheti i Kosovës është tepër i vogël mi pas gjithë ato ambasada sa i ka tani. Unë mendimi im nuk është që Kosova duhet të ketë kaq ambasada. Përfundoj. Shikoj, duhet të ndërlidhem këtë që të mos ik nga ky. Unë nuk mendoj që nuk është mirë Kosova me pas përfaqësues vetë në Madrid edhe në Bukuresht ta zonë ose në s'mundet. Jo, mund ta ketë, se ti në qoftë që po më bëm me Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë, ata kanë ambasadë, edhe ti vendos, ai nuk mund ti. Po i negocojmë edhe ato mundësi, po i negocojmë jemi afër. Po ai nuk do të thotë që Kosova është prezent aty, sepse nuk guxon me manifestuar asnjë. Po mirë, ai simbol asnjë. Po nuk si ne kemi në Bosnjë një ambasador. Simbol, po ai nesër mund të zhvillohet në një simbol. Sepse në qoftë pajtohem, ne po e studiojmë këtë. Nga kjo mund ta kuptojmë se deri në çfarë momenti është për shembull qeveria rumune ose qeveria spanjolle ose qeveria greke po studiojmë hapjen dhe mundësinë e hapjes me drejt zyrave ekonomike. Por desha edhe me qemi në fund. Me qemi në fund, po më dhe se tash më iku pak nga mendje këtë që ishte... Mos veshët ndërhysh ke pjesa ku fori zotë Gashi. Mund të shtoj diçka për marrëveshjen konsullore veç. Domethënë duhet të them që e vlerësoj teman se marrëveshjen konsullore të arritur. Ne në parlament jemi angazhuar për këtë marrëveshje konsullore dhe në komisionin parlamentar. Ka qenë edhe një kërkesë e jona kjo, jo vetëm e jona absolutisht, se kjo është një kërkesë që shumë shqiptarë ndajnë, me thonë drejtën. Tash duhet shtoj që ne jemi absolutisht për integrimin e sistemeve diplomatike të dy vendeve, ashtu si që jemi për integrimin e tregut, për integrimin e politikave të bujqësisë, për integrimin e politikave energjetike me Shqipërinë e kështu me radhë, sepse ne, po patjetër, kjo është edhe synimi që ne e kemi hapur, nuk e fshehim këtë. Kështu që unë desha ta them këtë. Mendoj që kjo ndihmon. Mirë është që Kosova të ketë sa më shumë njohje, edhe ky do por Kosova nuk ka arrin në antarësimin në OKB, po që se nuk këshillë sigurinë, sepse Palestina ka 2 fish më shumë njohje se sa Kosova, dhe nuk arrin... Malizi ka gjysmën e njohjeve që ka... Janë 5 antarët e përhershme. Unë jam që diplomacia kosovare, dhe politika kosovare në përgjithësi të drejtohet drejt aty t'i bie problemit në kokë, të imponohet Serbisë njohja që ta njeh Kosovën. Në këtë drejtim, në Kosovë, as në opinionin publik, as në qarqet po mendoj politike, fare nuk po mendohet. Dhe më duket kam krijuar përshtypjen se jam i vetmi i cili po insistoj në këtë drejtim. Dhe nuk më pëlqen temi vetmuar në këtë. Që ne me punu në drejtim që me ndryshu opinionin publik në Serbi, që me bë presion publik, presion Serbi që ta njohë. Po mundohet gjithë Evropa ata me bërë. Po mendohet... Po mirë. Në rregull, po mendoj nuk thash ato nuk mohova këtë kontribut, po mendoj si kontribut, por si qasje, si prioritet i shoqërisë, ndryshe është si po mendoj qasje jote individuale e imja ose tjerë. Jo, prandaj ishte edhe po thot, prandaj ishte edhe intervistat e zotit Dyselli që më referova, për këtë kishte si ashtu që mos harxojmë shumë energji për lobin dhe më shumë energji në Bruxelles dhe Washington. Ne duhet ta kuptojmë sigurisht që ne vetëm nuk mund ta detyrojmë Serbinë që ta njohë. Sigurisht që as nuk do të kishim këto njohje sikur të mos kishim përkrahjen e Washingtonit dhe Brukselit, por ne mund ta ndihmojmë ose mund të jemi lojtar në presionin që zhvillon Brukseli dhe Washingtoni drejt Beogradit për të njohur pavarësinë e Kosovës. Ky aspekt i jetës politike tërësisht po mungon dhe unë mendoj që këtu duhet të fokusohet më shumë politika kosovare. Diçka të fundit edhe ndoshta koha nuk na premton për më shumë.